10 vjeçari nga Kosova në finalen e garës prestigjioze të pianos në New York. Një talent i ri nga Prishtina, po tërheq vëmendjen për te oqeanit. Triumf Lupçi, vetëm 10 vjeç ka arritur në finale në një garë prestigjioze për piano në New York, duke vendosur emrin e tij në mesin e talenteve të rinj ndërkombëtar të muzikës klasike. Triumfi ka marrë pjesë dhe ka kryer vërtet triumf në gara të ndryshme në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Veriut, Poloni e Spanjë, ndërsa paraqitja e tij në SBA shënon një hap të madh në rrugtimin e tij artistik. Ai është nxënës i klasës së tretë për piano në Shkollën e Muzikës Prentjakova në Prishtinë dhe pjesë e Piano Balkan Academy, ku studion në udhëheqjen e profesorit italian Giuseppe Devastato. Gjithashtu Akademia Ndërkombëtare Ballkanike e Pianos, Sigismund Thalberg, e ka nderuar me çmim dhe diplom pas përfundimit një master class për nivel të lartë artistik dhe profesional, me teknikë të shkëlqyer, disiplinë të fortë dhe ndjeshmëri të veçantë muzikore. Triumf Lupi, po të shonë se talenti shqiptar ka vërtet triumf me hapa të sigurt në skenat ndërkombëtare. Ju urojmë atij dhe familjes së tij suksese.